ata qytetarët. Nëse shkojmë tek në malin e zi, faktikisht dallimi është vetëm 1 cent, mirë po ideja është se çmimet e energjisë elektrike janë shumë më të ulta në momentin që ne i hudhim bizneset e mëdha në tregun e lirë. Bizneset e mëdha do të kenë çmimin e energjisë elektrike, unë besoj shumë më të lartë, ndoshta do t'i afrohemi nivelit të Gjermanisë të konsumatorëve fundor, domethënë konsumator fundor mesatërisht në Gjermani, domethënë po flas këtu për ambisrit, paguajnë dikon 40 deri 50 centi 1 kilowatt orë. Ndërsa nëse bizneset i ofrojnë 40-50 centi 1 kilowatt orës, çka edhe me ofertat ofertat që janë duke i marrë, i ofrohen faktikisht atij niveli, domethënë 200-300% çmimet janë më të larta, atëherë që padyshim se do t'i frigon bizneset, potencialet që dëshirojnë të vinë në Kosovë, po në anën tjetër është barë shumë e madhe për bizneset vendore që i kemë, që janë aktive, qoftë edhe ato të huaja që janë aktive në Kosovë. Kjo është një barë shumë e madhe e cila në një formë, një numër i bizneseve do ta bardhin këtë kosto tek konsumator fundor, se në fund të fundit në ekonominë e themi që konsumatori është ai i cili i pagun këto rritje të kostos. Mirë po, nuk është vetëm konsumatori këtu një nom, për shkak se nëse çmimet e produkteve kosovare rritën në një rritje. Po, nëse keni përfunduar interpretimin e këtyre dhënave, më tregoni që ju kemi juve në dalje. Po, vetëm tash të mujsha me ndal. Po, tash të... Po, për pak besoj do ju shohim, po, tash po i shohim. Po, në këtë rast, në rast se kemi ngritit të çmimeve të produkteve fundore, për shembull nëse kemi produst e chipsave, produst e ketchupit, produst e sallamave, atëherë konsumatorët padyshim se ata do të vendosin ndoshta të konzumojnë produkte të importume. Në një farë forme këto biznese të mëdha, këto janë, siç thash pak më herët, janë shtylla kurrizore e ekonomisë Kosovës, për shkak se në një anë këto i ndalin importet shtesë që vinë në Kosovë, për shkak se prodhojnë për tregun vendor, në anën tjetër edhe eksportojnë, domethënë gjenerojnë vende të lira të punës për edhe prodhojnë për konsumatorët jashtë vendit. Mirë, a mund të pyes kështu? Vende të reja faktikisht edhe gjenerojnë vlerë shtesë, për shkak se një numër i bizneseve të vogla ju japin shërbime këtyre bizneseve të mëdha. Shka nuk kupton që nuk preken vetëm këto biznese, po preken shumë më shumë biznese se sa që ne i themi 1%. Ky 1% që është shumë më i madh se sa 1% një numër absolut i numrit në krahasim me bizneset në total. Mirë, në anën tjetër, ju besoj keni parë eksponent të qeverisë në detyrë që thonë që fitimet e kompanive të mëdha në Kosovë kanë qenë rekorde këtyre viteve, mbi 900 milion euro përmenden. Pra, pse mos paguajnë bizneset e mëdha pak më shumë energji se sa fundja fundit të qytetarët. Ju i tregua që edhe në vendet të caktuara tjera paguajnë më shumë. Pra, a mund të pak ta diskutojmë në këtë pjesë? Natyrisht ne duhet t'i marrim edhe t'i trajtojmë gjitha anët realisht. Se sa është e arsyeshme kjo çfarë po ndodh? Është e padrejtë me i fut durt në ekonominë e tregut, edhe kjo arsyetim është arsyetim i gabum, si narrativ është e gabume, për shkak se në rast se fitimet janë aq larta, atëherë në ekonominë të tregut na çka presim që kompani tjera shtesë të hyjnë, domethënë firma të reja të hyjnë në treg edhe të faktikisht të konkurrojnë për këto profite. Domethënë në këtë formë ne vetëm se po e ngarkojmë tregun më shumë, po ja ulëm fitimet me thonë kështu në mënyrë artificiale, edhe me këtë formë po i vrasim, po themi kështu, po i ulim nxitje që firma të reja të hyjnë në treg. Domethënë është si narrativ shumë e gabume, unë isha gëzuar nëse këtu kanë asë fitime të mëdha, mirë po nuk besoj që janë ato fitime aq mëdha. Nëse janë fitime të mëdha, duhet të jenë fitimet të shkojnë jo në fitime në miliona, të shkojnë në raport me të hyrat e tyre, në raport me numrin e punëtorëve, domethënë të jenë numra relativ, mos të përdoren këto numra absolut
për shembull, po supozojmë janë kjo Devoli Corporation apo është Viva Fresh Store apo janë këto kompani shumë të mëdha, këto kanë edhe qarkullim shumë të madh, tash nuk mund të presin prej tyre të kenë fitime, po supozoj disa qindra mijë euro, ato me siguri që kanë miliona fitime, mirë po edhe barën që e marrin, ato duhet faktikisht të kenë shpërblimin për atë barë që e marrin. Mirë. Pa drejt të kemi një krasjen të tillë. Një diskutim që është bërë është nëse ishte përgatitur mirë, ishte përgatitur tereni për të ardhur deri tek ky vendim, ka shumë biznese që janë ankuar që ende nuk kanë marrë asnjë ofertë nga ata të cilët do duhej të ofertonin tash me çmime të reja, me qenë se tregu i lirë nuk ka më monopol të furnizimit me energji për këto biznese. Çfarë tregon kjo për ju? Po kjo është ato që kemi biseduar edhe më herët, institucionet e Kosovës jo vetëm që nuk e kanë përgatitur tregun, por nuk kanë qenë as vetë të përgatita për një hap të tillë. Meqense se 7 vite kanë shkuar, rreth 8 vite kanë shkuar dhe nuk hyn në fuqi ky ligj, ka ardhur një moment kur është marrë ky vendim. Marrja e këtij vendimi në parim ka qenë e dëmshme, për shkak se kemi një vakum institucional, kemi një qeveri e cila është në detyrë edhe nuk është e fuqishme për me marrë vendime të tilla, për me ju ofru më shumë. Po, vendimi thonë e ka marrë zërreja praktikisht e ka mandatin, nëse i përcjellim arsyetimet formale. Shiko, këto janë arsyetime formale, mirë po nuk janë arsyetime gjithëpërfshirëse. Neve na duhet një çast zyra e rregullatorit të energjisë duhet të ketë një çështje pak më të ketë një çështje holistike, gjithëpërfshirëse, ku në momentin që e merr një vendim zyra e rregullatorit të energjisë, unë besoj që është shumë e vetëdijshme për shkak se me këtë vendim ajo ka prek me thonë kështu palcën kurrizore të ekonomisë një vendi, i ka prek bizneset e mëdha. Edhe në këtë formë zyra e rregullatorit të energjisë, momentin që e merr, ka vendosur me marr këtë vendim, se për shkak se unë shpresoj që këta kanë vendosur me marrë këtë vendim 1 apo 2 vite më herët, edhe me këtë rast është dashur të kontaktohen aktorët të cilët prekën nga kjo, të kontaktohet Ministria e Ekonomisë, të kontaktohet Ministria e Tregtisë Industrisë, po patjetër të thirrën edhe asociacionet e ndryshme të bizneseve, Uda Ekonomike e Kosovës, që janë gjitha këto asociacione, të thirrët dhe të bisedohet me to se cilat do të jenë tashti çka i pret ato. Edhe në këtë rast, momentin që i zhbo i ditën ky lajm, 1 vit më parë, apo 2 vite më parë, atëherë kompanit do të kishin fillu vetë, se kompanit e interesume për me hy në tregun e energjisë, për me shit, për me ofru këtë shërbime, ato vetë se kishin fillu me përgatitjen me thonë kështu e kapaciteteve, me ngrit kapacitetet e tyre për me i menaxhu këto operacione. Mirë po ne tash të gjendim në një moment ku neve na i kemi vetëm 2 muaj për me bë një përgatitje të tillë. 2 muaj janë shumë kohë e shkurt të e pas parasysh kompleksitetin e madh të këtij sektori. Për shkak se më le ta theksoj edhe një herë se për shkak se është shumë e rëndësishme. Energjia elektrike nuk është si një